Dhe gati për të ja servir derave na thot Ana. Ane dashur, tani unë do përpiqem të përgjigjem si njeri. Tani ti do jesh rritur me dera edhe di se si han derat, po unë do ta mbaj nivelin edhe do të përgjigjem si njeri. Kur ofendon gatimin e një shteti tjetër, nuk e dim kush është deri, në radhë të parë. Në radhë të dytë, nuk do kanë mësuar ty prindrit që, okej, s'të pëlqen diçka, një gatim tjetër, një person tjetër, nuk ke pse të ofendosh. Nuk ta kanë mësuar këtë prindrit e tu të dashur. Nuk të pëlqen diçka, vazhdon më poshtë. Ose mund të bësh kritikë, nëse do ta bësh një njeri të përmirësohet, që nuk ka se ç'të përmirësohet, se s'të pëlqen një gatim në një shtet tjetër, s'të pëlqen një shtet tjetër, s'të pëlqen një ashtu tjetër, nuk ka problem fare. Vazhdon më poshtë. Të ironizosh edhe të komentosh në këtë mënyrë. Më jep edhe mua të drejtën të përgjigjem në këtë mënyrë tani te ty, që besoj se do jesh shumë vajzë simpatike, me shumë edukatë, vetëm që nuk të ndoli një çik tani edukata në këtë koment. S'ka gjë, po të përgjigjem unë me gjithë edukatën që mundem edhe që është e mundshme në këtë koment. Unë gatuaj për njerëz. Ti tani nëse je mësuar të gatuash për dera, sepse ke dera në shtëpi, tu bëj mirë, kështu Ane dashur. Hajde Dani, se kemi edhe punë.